Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur miq, mirë se erdhët në emisionin Meditime Ramazani. Sonte në studio kam të ftuar teologun Besim Barbullushi, të cilat i uroj mirëseardhjen. Hoxhë nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në studion tonë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, sonte do të sjellë në fokus dimensionet e ndryshme të agjërimit dhe si ndikon agjërimi në përditshmërinë tonë, si nga ana fizike ashtu edhe nga ana shpirtërore. Si çdo gjë e cila ka ato llojet e veta ose ka ato kategoritë e veta, edhe agjërimi është me shumë dimensione dhe ka llojet e veta. Ka agjërime të cilat ndikojnë nga ana fizike, por një pjesë tjetër e agjërimit ndikon tek ana shpirtërore. Pikërisht duhet i drejtoj pyetjet Hoxhës në këtë këndvështrim. I nderuar Hoxh, çfarë duhet kuptojmë me atë, nëse mund ta quajmë agjërim fizik, dhe çfarë duhet kuptojmë ose çfarë mund të kuptojmë me atë të cilin mund ta quajmë agjërim shpirtëror. Pra me dimension, janë dy agjërime ose dy lloje agjërimit të cilat janë me dimensione të ndryshme. Si duhet t'i kuptojmë dhe çfarë duhet të kemi në vëmendje? Para të hi direkt tek tema e agjërimit, llojet e agjërimit, gjithë e dim se agjërimi është një nga shtyllat më kryesore të Islamit. Duke qenë se është një nga shtyllat më kryesore të Islamit dhe si çdo ibadet i ndryshëm i Islamit, agjërimi, kryefjala kryesore e agjërimit, ashtu si e kuptojnë Allah, ashtu si du mënal sot me ju për me shpjegu temën e agjërimit, është një vetë disiplinë për njeriu. Nuk mund të them gabimi, po jena mësuar në shumicën e rasteve se agjërimin ose shumica e njerëzve e shohin thjesht si një ibadet fizik. Çfarë do të thonë me ibadet fizik? Pra thjesht duke qëndruar pa hangër nga syfyri deri në iftar, pa u thellu shumë në urtësinë, në ndikimin që duhet ketë agjërimi në shpirtin, në zemrën dhe në atë anën e brendshme të njerëzit, apo jo? Pikërisht. Agjërimi është një asketizëm, domethënë si çdo fe të tjera. Po duke e pa asketizmin e fenë islame, agjërimi është një dimension krejt tjetër. Agjërimi, unë e kam quajt, është një shkollë në vete. Çfarë kuptojmë, po dosh me dal nga tema, çfarë kuptojmë me fjalën shkollë? Kuptojmë një edukim, kuptojmë një disiplinim të individit. E njëjta gjë është edhe me agjërimin. Çfarë do të thonë me vetë disiplinim ose me edukim të një individit? Duke pas parasysh se jena pjesë e një shkolle, jena pjesë e një vendi të arsimit, çdo shkollë ka ata disiplinën e vet. Domethënë, çdo nxënës paraqitet me uniform, çdo nxënës paraqitet në orarin e vet. Çdo mësim, çdo ders ka orarin e caktuar, çdo ditë ka mësimet e caktuara, qofshin për nxënësit, qofshin për mësuesit. E njëjta gjë është edhe tek agjërimi. Në qoftë se ne nuk e kuptojmë agjërimin si një vetë disiplinim për ne, atëherë do kuptojmë thjesht një gjendje fizike, thjesht një pehriz ose një dietë fizike, mundena me thonë. Shumica dietarëve islam, kur vjen puna tek agjërimi, e kanë ndonë agjërim fizik dhe agjërim shpirtëror. Domethënë, këtu nuk du me lënë një shkak ose një vend për keq kuptim. Nuk ka se agjërimi se elhamdulillah për momentin ne na agjërushëm edhe bëjmë dy agjërime. Po për momentin ne si jena agjërushëm, këtë agjërim që ne e bëjmë, është thjesht që jena qu në 4 sahati, kena hangër diqa dhe do hajmë prap 2 vakte, domethënë kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë për agjërimin. Kjo është ajo që duhet muslimanët në thojza të privohen me agjërimin, mendoj që edhe është domethënë duke pa parasysh edhe që na ka transmetuar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më mbrapa edhe dietarët, sepse kjo temë është shumë është arsyetuar shumë asgjënu, du mundohem me trajtu në 2 forma, në agjërim, në asketizëm fizik
dhe në agjerim shpirtëror. Çfarë duhet kuptojmë me agjerimin fizik? Pra, nëse do të shprehim pak më qartë. Pra, nga ana e jashtme, çfarë duhet kuptojmë dhe çfarë përmbledh fatikisht ky agjerimi vetëm fizik? Dhe a vlen tek i Malli Zot si agjerim vetëm agjerimi fizik? Mallështia e dashur, mallështia e kësaj e fesë islame dhe e bukur e fesë islame është që ne nuk na ndon kurr nga fizikja dhe metafizikja. Domethënë që kjo fe, ky din, këto ibadet që bëjmë ne janë të lidhur qoftë me fizikën, domethënë me çaprekum, me jetën tonë përditshme, po të njëjtën kohë edhe me metafizikën, me shpirtënoren. Çdo ibadet që bëjmë ne është i lidhur dhe nuk mund dalin nga këto dy paralelizma. Domethënë, qoftë namazi, është një ibadet fizik që bëhem me po dhe në aspektin fizik tash për shembull janë të dalë shumë doktora, pediatra që një lëvizje rukujit, një lëvizje sejdët është e mirë për shpinën, një lëvizje kështu është e mirë për kamën e tjerë, po çdo ibadet në këtë rast edhe agjerimi ne e shohim se kena një agjerim fizik, kena edhe një agjerim shpirtëror. Domethënë, agjerimi fizik. Me agjerim fizik duhet kuptojmë se ne për një periudhë të caktuar kohore jena të privuar nga disa gjëra. Të cilat në kohët e tjera janë të lejuar, janë halal, po. Nosha ta shpjegosh këtë gjë për një person jo praktikant ose jo të fesë islame mund duket një diçka absurde. Domethënë pse njeriu, sepse ne për momentin jena 6 orë, 8 orë që rrim agjerueshëm, po ka vende të tjera që rrin 18 orë, 20 orë, mos u gabosh në Finlandë, në Norvegji, domethënë është një orar tepër i zgjatun i agjerimit. Ose edhe në Shqipëri, agjerimin në verë për shembull. Ne kemi agjeruar alhamdulillah ka 7-18 orë. Ashtu është. Pra edhe në kushte dhe në temperatura të larta. Po në shumë raste Allahu xhaleshanu për shembull këtë hasim në kurbanin. Domethënë ne bëjmë një akt, ne bëjmë një kurban që Allahu xhaleshanu ne na drejtohet duke thënë që as mishi edhe as gjaku nuk vjen tek unë. Po vjen aja sakrifica, devotshmëria, për kushtimin ndaj Allahut azza wa jall. Njëta gjë që ose shohim edhe tek ajetet e agjerimit, Allahu xhaleshanu në këtë ajetin në fund thet një diçka. La'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë. Devotshmërinë, çfarë është devotshmëria? Domethënë Allahu xhaleshanu a don që muslimani, domethënë aja kryefjala tek agjerimi është që ne të rrim pa hangër, kryefjala është që të rrim privum tek shumë gjana, as që bëhet fjallë që edhe kjo është një ndërko. Pse? Në qose dona me marrë një agjerim të mirë shpirtëror, aja dyta si tashën, duhet të kena një agjerim fizik të suksesshëm. Pra, a mund të shujmë ose a mund të ndajmë në 2 etapa, pra agjerimi për të keni kompletum dhe për të arrit qëllimin që duhet ketë agjerimi, fillon si agjerim fizik dhe përsoset me atë agjerimin shpirtëror. Pra, ku njeriu me ato çfarë bën dhe nga ato çfarë distancohet gjatë ditës, arrin fatikisht atë derexhen, atë gradën që duhet të arrijë nga ana shpirtërore. A mund të jetë, mund të shprehemi kështu pra? Është shumë e saktë, po nuk mund na mi do gjona domethënë me vizë ose nuk mund bëjmë. Pse? Sepse çdo zemër e njeriu është e ndryshme nga njëri tjetër dhe çdo person e përjeton ndryshe nga personi i tjetër. Ajo që ne duhet të kenë kujdes ose që duhet kemi parasysh në lidhje me këtë gjë, është se duhet dim që domethënë agjerimi qoftë fizik, qoftë shpirtëror, ne do na çojë tek një formim i suksesshëm i karakterit të njeriut. Kur thojmë formimi i karakterit të njeriut, çka ka rëndësi kjo ose çfarë vendit ka kjo në Islam? Nëse shohim jetën e pejgamberit tonë dashur sallallahu alaihi wasallam,
janë bërë misione, janë shkruar libra atje për Dhe do shkruan deri në për kiamet. për profecinë e pejgamberit tonë dashton, për jetën e tij, për familjen e tij, për shumë gjëra. Po duhet nalena pak tek një periull jo të shkurt 40 vjeçare, siç ishte periulla e profetit ton Muhammed para se me ardhë shkollja. Para se të jetë profet. Si një Mekas, si një Muhammed, është kaq e rastësishme që ti njeriu i besoshin kaq shumë njerëz? A është kaq e rastësishme që ky njeriu tregonte me gisht për kaq shumë i besueshëm, për kaq shumë i mirë, për kaq shumë i ndershëm? Duhet kuptojmë një diçka që jo me kot Allahu xhaleshanu këtë person, këtë dërgum na pruni tek ne prej mesit ton. Domthonë e pruni si njeri. E pruni si njeri për të bërë shëmbëltyra jon. Dhe pejgamberi jon i dashur ishte shembulli më i mirë se si një musliman në një jetën kohë. Zhvillimin e tij të karakterit me zhvillimin e tij fetar arriti të dërgoj në një paralelizëm jashtëzakonisht perfekt deri në fund. Në qoftë e njëna për këtyne mundet me luhat, atëherë ç'a mundena me pas? Mundena me pas se në qoftë një person me karakter shumë të mirë, që nuk i hin hak kërkujt e tjerë, po një person që i mungon shahadeti, një personi që i mungon imani, prap fundi i tij atë din Allahu xhaleshanuhu, po prej fundit i tij nuk jena të sigurt. Ose një person që është i fes, është i ibadeteve, po të njëjtën kohë i mungon ajo pjesa morale, pjesa karakterit, prapë këtu kena një çalim. Prandaj në që agjerimi vetë disiplinon njeriu që karakterin e tij si human, si njeri, me karakterin e tij fetar, pavarësisht bagazhit që mund të kenë, sepse agjerimi nuk është veç për hoxhallarët, nuk është veç për teologët. Agjerimi është për krejt klasat e njerëzve. Kjo është edhe bukur edhe e fesë islame, kur vjen puna tek ibadetet, kur vjen puna tek adhurimet, këtu nuk kena një klasifikim. Mund të kena një barazi për çdo lloj shtrese të njeriu. Një harmonizim. Dhe të njëjtën kohë, nëse këto dyja ecin paralelisht me njëra tjetrën, agjerimi është më kryesorja ose agjerimi është ajo pjesa që këto dy lloj rrugësh mund të finalizojnë në mënyrën më perfekte për mendimin tim. Sepse nëse donë të kthehena në fillim, unë thash që agjerimi është një shkollë. Agjerimi është një vetë disiplinim. Është një vetë disiplinim sepse një njeri që është agjerueshëm nuk mund sillet krejt normal nga njerëzit tjerë. Po duhet të jetë më i kujdesshëm. Çfarë do të thonë kjo nuk, çfarë duhet të thonë kjo nuk mundet mos janë. Nuk është se duhet me bënë gjë mondrëshe, po është një sakrificë një mujore. Është një sakrificë një mujore që ne si besimtar mund të përfitojmë të mirat qoftë kësaj bote, qoftë botës tjetër, që nuk mund të krahasohen me asgjë. Jo me këtë Allahu xhaleshanuhu, domethënë e ka zgjell një kohë. Koha në Islam, ndoshta kjo është një temë që duhet mu trajtu. Një emision tjetër sepse është një temë shumë e gjatë, po ju më presim. Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë një rëndësi të madhe kohës. Në shumë pak gjëra Allahu xhaleshanuhu betohet në Kur'anin familjar. Një ndërto është edhe koha. Dhe jo me këtë krijuesi i gjithësisë në 12 muaj ka zgjell një muaj. Pikërisht Ramazan. Brenda një mujit zgjell prap një kohë, zgjell dhe ditën e fundit. Dhe në 10 ditën e fundit zgjell prap një kohë, zgjell natën e katërt që është finalizimi, është qeshia mbi tort. Është më e mira se 1000 muaj. Prandaj që kur flasim për kohën dhe kur flasim për këtë periudhë një mujore që besimtari ja ka dhënë besën krijuesit tij që unë do jem pjesë e kësaj të mirës tënde, njeriu duhet ta vetë disiplinoj veten e tij. Thjesht një diçka të vogël desha me shtu, nëse e shohim gjithë
sportistat, para një kampionatit mall, po thojmë ne botnor, evropian e tjerë, një sportist që shkan edhe deli pari. Nosha ne kena po veç atë pjesën e marrjes finalizimit e tjerës. Porse mrapa ka një punë të jashtëzakonshme. Ka një punë të jashtëzakonshme dhe ka një stërvitje të jashtëzakonshme. Ne jo me kot, sidomos ne hoxhallar qysh në muajin janar, fillojmë dhe ju urojmë besimtarët. Nga hymja e 3 muajve të 3 muajve të mëdha. Një lloj para përgatitje. Një lloj para përgatitjet për këtë muaj. Dhe jo me kot pejgamberi alayhis salam ka një sunet shumë të bukur dhe shumë të mirë, siç është edhe agjerimi ditës 2 herë në javë, ditës të hane dhe ditës të enjte. Agjerimi mes muajit, ditë të bardhë që quhen 13, 14, 15 të çdo muaji. Kjo është një vetë disiplinim. Dhe në momentin kur njeriu e vetë disiplinon veten e vet, do kalojmë pastaj tek 2 llojet e agjerimeve që ju thash në fillim. Noshe ishte një hymje shumë e gjatë, po e kisha detyruar me bë se kur them agjerim fizik dhe agjerim shpirtëror, mos kuptohet sikur janë gjëra ndryshme. Mos do bëhet një dyshim tek ato që na njekin. Hoxhë nderuar, sot në fokus që agjerimi është një shkollë dhe faktikisht ashtu është. Thatë që ndikon tek përditshmëria, ndikon tek e mbrëmshmja e njeriut. Nëse duhet parashtroj një pyetje këtu, cili është ndikimi i agjerimit tek e përditshmja e njeriut në çdo lloj dimensionit, qoftë atë fizik, qoftë atë material, qoftë atë shpirtëror, pra si ndikon tek e përditshmja e njeriut agjerimi tek një person i cili ka bën jetë me agjeru nga fillimi deri në fund. Agjerimi ka, siç e thash edhe më përpara, përveç se tek musliman, përveç se pjesë e islamit, është edhe tek fetë e tjera. Në forma të ndryshme, po ka qenë gjithmonë një ndër ritualet, një ndër ibadetet që është njek nga gjitha besimet. Islami dhe agjerimi, kur thame tek agjerimi fizik, kuptume ose mundena me diskutu bashkë që agjerim fizik, unë këtu desha më thënë të agjerimi i ato 5 shqisave që thojmë ne. Më thënë që përveç se ne me ta manë rrim po ushqy për një... Distancohemi nga disa gjëra. Distancohemi nga ushqyrja, po në shumë hadithe, në shumë transmetime që ne na kanë ardhur, kur thojmë për agjerim, kemi agjerim të syve. Ko unë e syt i quj edhe porta e parë ose dera e parë e gjendjes shpirtërore të njeriut. Për mendimin tem, syni ka rëndësinë e vet, nuk mund me thonë është sa zemra, po është ai çilësi i parë i asaj gjendjes shpirtërore të njeriut. Dhe është shumë, edhe në Ihya Ulumuddin, dietari i Madh Gazaliu, kur vjen puna shpjegon për synin, është i pari që ndikon tek ne në gjendjen tonë shpirtërore. Pra është një organ i jashtëm që ndikimin e ka direkt tek ana e brendshme. Direkt tek gjendja shpirtërore e jona. Jo me kod pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vjen puna që u tregon sahabëve, domethënë që e shohin si mallëngjym, si të mërzitën, thotë ka marrë malli ose po mallëngjehem për dashtunit e mi. Edhe sahabët tash krejt aferti u i dërgumi Allah, nuk kemi ne dashtunit tuj, dhe ty jeni shokt e mi. Po dashtunit tuj kush janë, edhe ata janë ata që do të më duan pa më pa. Domethënë, kena një ekuilibër të shikimit me zemrën, kena një ekuilibër të shikimit me shpirtin. Një person që përveç se agjerimit, përveç se distancimit ti ushqimor, nuk distancohet me agjerimin e ti, vizual mundena me thonë, po? Agjerimin pa morë, po thojmë ne. Rujtjen e shikimit. Nuk mundena me fol me terma mi do me thikë që jo prishet agjerimi, jo shu, po gjdo njeni prej neshtu munden
me pohu këtë gjatë që një person që shikimi i tij gjatë krejt ditës është një shikim jo i bukur, i shfrenum, një shikim haram, një shikim ku s'ka të bëmën qoftë me tani, me muin e mallnushëm të Ramazanit, po qoftë edhe jashtë këtij muajit, atëherën nuk mundena me pas të ajo që thamë në fillim një vetë disiplinim. Një ndikim të brendshëm të brendshëm. Kur thojmë vetë disiplinim, e keni pas edhe ju profesor një ndër kollost e Republikës së Turqisë, profesor doktor Sulejman Ulluda. Po. Profesor i tasavufit, në enciklopedinë e Dianetit thotë ka një citim jashtëzakonisht të bukur. Ajo thotë që ne na dallon nga kafshët është ky frenimi ose vetë disiplinimi ndaj epsheve. Dhe ajo që e zgjon dhe ajo që e flen epshin për brenda njeriut është shikimi. Sepse është direkt, siç e thash edhe më përpara, me gjendjen shpirtërore të njeriut. Jo me kod pejgamberi jon i dashur në fillimet e tij, para se më ardhë shpallja, e shifte se kishte një diçka që nuk shkote te shoqënia e tij, tek rrethi i tij. Dhe jo më kod u distancote. Domethënë për një vetë reflektim me veten e tij. Ndoshta ne për momentin nuk e kena atë luks që tikum edhe distancona, dhe kjo nuk është edhe ajo që për shoqëri dhe për kohë që jena ne nuk është e mujtën. Ama është e mujtën që çdo njeri prej nesh të bëjnë atë agjerimin e tij fizik, agjerimin e tij pamor, që dalim tek ajo pjesa e fundit e ajetit, që t'jena më të devotshëm. Po përveç kësaj, edhe për mos më marr shumë kohë edhe ju, përveç agjerimit pamor, kena agjerimin e gojës, kena agjerimin e veshëve. Domethënë që nëse ne agjerojmë edhe jena agjerueshëm pjesën më të madhe të ditës, ama në të njëjtën kohë paralelisht ky bani kështu, ky bani ashtu, ose një person që është i irrituar pjesën më të madhe të ditës, është i shfrenuar në fjalorin e tij gjatë ditës, këtu ndoshta nëse kam gabim korrigjoni, po nuk mundena më arrit një devotshmëri atë që na kërkon agjerimi. Një person që shan pjesën më të madhe të ditës, është i irrituar, është i nervozuar, ose me pjesën më të madhe që bën ky vëllai jam gjatë ditës, ky e tha kësaj kështu, ky tha sa ashtu, ka më harruar atë pjesën e se për çem të bën, për çem të agjeruan. Dhe jo më kot, Allahu xhaleshanuhu ne kena muajin e Ramazanit, në muaj i kujt e quajmë? Muaji i Kuranit. Jo më kot edhe Kurani famlar ka zbrit në këtë muaj. Për çka ka zbrit në këtë muaj? Ka zbrit në këtë muaj domethënë edhe që ne këtë gojën tonë ta mojmë dzanën me fjalën e Allahu xhaleshanuhu. Në njëjtën kohë duke me mukabele, me leximin e tij, po të njëjtën kohë edhe me kuptimin e tij. Sepse një person e gjuhën shqipe, po. Një person që i dashën, aty si ardhja e Kuranit në mesin ton, çdo aparatur që ne blejmë, qoftë ky telefon, qoftë ky mikrofon, çdo gjë që ne blejmë, brenda atë kuti vjen edhe letra e manualit për durimit. Ndoshta edhe nëse nuk dina me montu, po tu e po arrim me montu. Kurani është katalogu, Kurani është GPS-i, Kurani është harta, Kurani është udhërefysi më i mirë që ne mundena me gjetë për jetën tonë. Është vetmja gjë që ne mundena me gjetë përgjigje për çfarë do lloj aspektit në jetës tonë. Përveç mukabeleve, përveç leximit i, po në momentin ne kur ulena edhe e lexojmë, edhe kuptojmë këtë libër, është e njëjta gjë se është fjala Allahu xhaleshanu. Në momentin kur ne e hapim dhe e bëjmë njët,
për leximin e Kuranit ne duhet kuptojmë një diçka, ne jena tu dialogu me krijuesin e gjithësisë, sepse janë vetë fjalët e tija. Dhe një person që i nënshtrohet këtyne vetë disiplineve, këtyne distancimeve, për mendimin tem ka një jetë sociale, për mendimin tem ka një jetë jashtëzakonisht suksesshme dhe një jetë shumë të mirë gjatë ditës. Pse? Në të njëjtën kohë, ne gjatë ditës mundena me kenë me makina, mundena prej aty dhe mund të irritohen për momentin, mund të thojmë edhe ne i fjalë një diçka për momentin, ama çfarë thot pejgamberi jon i dashtën, edhe nëse dikush ju ofrohet, ju shan, ju ngacmon, ju godet, ti i thuj, stop. Unë jam agjërushëm. Nëse një person, vëllai jem, përveç mujt mallnushëm të Ramazanit, në këtë gjë e njek në pjesën më të madhe të jetës tij, ai ka me kenë i paqt me vetveten e vet, dhe ka me kenë i paqt edhe me njerëz tjerë. Sepse duke qenë i vetë përmojtun, atëherë vjen edhe durimi. Vjen edhe sabri. Qa është durimi në fenë islame? Nosha këtë mundem me, nuk mundem, s'kam pse zgjes, po Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar thot, Allahu është me durimtarët. Cili prej nesh nuk dën me kanë me Allahun. Alhamdulillah. Hoxhë nderuam, sipas asaj që thatë ju, pra agjërimi ka një ndikim shumë dimensional tek njeriu. Pra si nga ana jashtme, ashtu edhe nga ana e brendshme, faktikisht të cilat lidhen me individin. A ka ndikim më të gjanë agjërimi, pra a mund ketë një ndikim social, një ndikim familjar, ose në atë jetën profesionale të njerëzit, nëse po, si ndikon agjërimi tek jeta sociale, tek jeta familjare, tek jeta profesionale, shoqërore, pra tek jeta me të cilën njeriu përballet gjatë gjithë ditës, nga mjesi deri në darkë. Ka një ndikim jashtëzakonisht të madh, sepse nëse e shohim në atë aspektin fizik agjërimin ton, gjatë krejt vitit, çdo njeri prej nesh mundona me zgjallë ato ushqimet më të mira për më hangër. Sidomos kur vinë prej punët, kur jena të lodhën e tjerë, ose kur na kalon ai orari kafes, fillojmë i fije po ne agjërimi më pakta për momentin, domethënë, që në mëngjes e deri në darkë, ndoshta në ditë na merr etja më tepër, ndoshta në ditë uritën më tepër, gjaja më pak nuk më merr mendjen se në njëri prej nesh nuk ja ka bë këtë pyetje vetes duke thonë që po është zotën këta njerëz që s'kan si rrin, ndoshta ne 7-8 orë, 10 orë, 5 orë, 6 orë kena ndaj po hangër. Ka njerëz që ka 2-3 ditë nuk kanë bukë në shtëpi. Ka njerëz që nuk munden me fut gjanat më elementare në shtëpi. Këto njerëz si ja bojnë? Ball te kjo gjë, një njeri mull edhe me meditu me veten e vet, me reflektu me veten e vet, me kuptu një pjesë të madhe të shoqërisë, sepse fatkeqësisht jena në një shoqëri që jena në dy skaje ekstreme. Kena një skaj që janë shumë mirë, kena një skaj tjetër që mungojnë shumë gjana. Ai skaj i mesit është i pakt. Prandaj që më pakta që një njeri mundet me mendu në një pjesë të mirë të shoqërisë se si jetojnë. Dhe jo me kot, çdo Ramazan ne kena një detyrim. Cili është ai? Duke ofruar nga fundi i Ramazanit, ne kena fitrat e Ramazanit. Ne kena një detyrim që me nda për një person, pavarësisht zeqateve dhe sadakave që ne bëjmë gjatë pjesës tjetër të vitit të jetës tonë. Po ma pakta që mundena me bë, mundena domethënë që me gëzu një person që mundet
nuk e ka, nuk mundet me plotësu këtë gjë. Po, duke e bë unë, duke e bë ti, dikush mundet me thonë për shembull për momentin në Republikën në Shqipëni është 400 lekë vjetra. Dikush mundet me thonë po tham Shkodran se çan pesh, një 4000 lekë ndoshta. Ama nëse këtë gjë bëj unë, e bani ju, Për çdo e antar bën familje, dikush 3-4 tjetër, antar. e bën dikush tjetër, e bën dikush tjetër, e bën dikush tjetër. Ne përveç se mundena për një periudhë të mirë kohore, mundena atij personit me a plotësu disa gjëna, po Me ndoshta dhënë ndihmes. mund bëhena edhe sebeb për ato persona që nuk e praktikojnë, po pse jo edhe që janë edhe pjesë të feve tjera që të marrim pjesë edhe ne në lidhje me këtë gjë. Domethënë mund të japim një shkëlqy. Mund të japim një shkëlqy për ato persona që nuk e kanë mundësinë. Domethënë Ramazani mund të jetë një periudhë shumë e vyshme që mund të bëjnë një rregullim shoqëror në aspektin ekonomik, po them unë. Për sa i përket kësaj gjë, mendoj që këto lloj ndihmash munden me kanë vesile e mirë për shoqërinë tonë. Në aspektin tjetër që ju thot në aspektin profesional, çdo njeri prej nesh jena në ato punë tona, në ato vendet tona, në ato zyret tona, në stafet me njerëz të rrethum në gjitha anët. Një person që është xhirueshëm ndoshta për mos me dasht edhe me përsërit edhe ato që thamë më përpara, gjatë një periudhës normale, kohore, mund nollin shumë gjëna, mund nollin fërkime, mund nollin fjalë, mund nollin gjithçka. Ama muaji i madhëshëm i Ramazanit mund të bëhet sebeb i një rregullimit, sepse ne themi është muaji i mirësisë. Ç'a është mirësia? Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që një fjalë e mirë është mirësi. Një buzëqeshje është mirësi. Nëse ti, kolegu tan, i bëhesh sebeb për me ia thënë një fjalë të mirë, bëhesh sebeb për një buzëqeshje me ia dhuru atë ditë, mundesh të bësh sebeb për me ia rregullu ditën atij personit atë ditë. Për momentin i dashur na del për momentin, në këto momente në jetën tonë më ka bë përshtypje, po dosh me dal nga konteksti, më ka bë përshtypje një ditë një rast me vëlla, një xhamat temin që e takova në rrugë. Po e pash prej larg se e mundote diçka. Po nuk ishte ai ditëve më përpara. Edhe i thash, po më fal, po marr emrin e ju, i thash. Selam aleikum Adil. Si e vëlla? Unal edhe një 2-3 sekonda, 4 sekonda veç më pavi. I habitur. Tha, vëlla besim, tha, Zoti tha ta shpërbleft. Qa bona? Diçka të madhe, selam dash. Thjesht ta kisha nevojë, tha, me më pyet tha dikush, tha si. Subhanallah. Thjesht ta kisha nevojë që dikush me hëllni, tha, pranin teme, tha. Dikujt me i rënë mend për mua. Thjesht ta kisha nevojë që dikush më shtrëngu dorën. Ndoshta ne mendojmë që një çumën e një qeset me disa erzak, me disa ushqime, as që bëhet fjalë që mundet me dhënë një mes, me dhënë një frym të mirë asaj familjes. Wallahi billahi jena në një kohë ku gjendja shpirtënore ka jashtëzakonisht rëndësi. Domethënë që për momentin njerëz për sa i përket pasurive materiale kanë gjithçka vëllai. Domethënë makina, shtëpia, kjo, ajo, po ju mungon qetësia shpirtënore. Jena në një kohë ku qetësia shpirtënore është një mungesë jashtëzakonisht e madhe në kohën tonë. Ndoshta shpesh të gjyshat tona më të vjetrit kena kanë më të lumtun, s'kena pas gjë. Edhe me të vërtet nuk kanë pas gjë. Ndoshta unë nuk e harrej, për çdo Ramazan gjyshi më thote, e lesha thote djalin, domethënë babën tim, e lesha thote babin tek hymja apartamentit, unë emran thosha nosha xherosha. Ose kanë përjetu një lloj agjërimit, gjyshi ka punu në
atëherë në fabrikën e qumshtit, në kohën e komunizmit. Ishim davet thotë që agjëroshim. Edhe kishin kap thotë që ne agjëroshim dohan. Edhe që me ba, na zotni madin, ne këtë gotë ujit se i lol, ullu 2 minuta dhe pije. Ullu pusha. Dhe më hanë njeriu, nollesh me të së 2 gjanave që po e pive, ti ka gjerimi. Po nuk e pive, i ki dalë kundër krejt një sistemit, pra ne që jena në një periull ku agjerimi duhet më ba sebeb për gjithë besimtar që veç me dhuru mirësi. Qoftë në jetën tonë të jashtme, po qoftë edhe po dal tash tek qa mundet me bate tek jeta jonë familjare. Faktikisht, ajo duhet jetë edhe pasqyrimi, reflektimi i muslimanit, jo vetëm në Ramazan, por në çdo ditë tjetër faktikisht, që të reflektoj, të pasqyroj mirësi, të pasqyroj, të reflektoj, të përçoj tek të tjerët paqen, atë mirësinë, atë begatin që Islami në realitet, pra i ka ngulit në zemrën, në mendjen dhe në shpirtin e tij. Ka bo i dashur më ka bo përshtypje një fjali e një prej të ftumunve tuj për sër Mustafa Bajramit. Këtu po më bëhet qefje se do të që e keni pa keni Nuk e harroj Ramazani, ai Ramazan që duhet, ai Ramazan që synojmë, fillon mas Bajramit. Po mas i këtë. Shumë e sa. Këtu, jo me kot, edhe shumë djetarë kanë thënë që namazi fillon masi del prej xhamia. Domethënë, kjo është ajo që duhet me po që ky din, ky ibadet, ky besim, ky iman sa ka reflektuar tek ne. Sepse sa e përçojmë ne tek të tjerët. Kthehena në fillim tek ajo që thot ju. Atë çka kena bën ne, kena hi na fal, na uli na çu, ose kena ndajt një periudhë kohore pa hangër, ama s'pas kena përfitu asesam. Në që se ne nuk reflektojmë me këto ibadetet tona, në të nalejt e sferave të jetës tonë, të nalejt e aspekteve të momenteve të jetës tonë, nuk mund të thëjmë kur që Zoti nuk ne i pranon, nuk mund të thëjmë kur, po ajo që kërkon Islami, ajo që ka kërkuar tradita e Sunetit, tradita profetike e profetit tonë, është që këto që ne i kena përqafu, këto që ne i kena pranu, këto që ne po i zbatojmë, atëherën sa janë duke reflektu tek jeta jonë. Dhe atë që e shef më mirë, e shef Adili që është përballë me jetë. Sepse çdo njeri në pranesh më na pyet si jam, krejt në rregull jam, më i mirë jam. Ama si ke reflektu ti tek njerëz tjerë, si ka reflektu ky din, si ka reflektu këto ibadete tek ti, kjo shifet tek shoqënia jote. Pejgamberi jonë i dashtën, në fillimet e tija, kur kujt nuk ja merr të mendja me 2-3 njerëz, 4 njerëz, 5 njerëz, do t'i dalte kundër dhe do të triumfote ndaj një qeverisje, ose ndaj një perandorie, ose ndaj një si që ishin mekasit atëherën. Edhe me disa sahabeve që ne thojmë, kur thojmë sahab, na vinë nërmend burrat, çot pjekun e tjetër, një pjesë të tyre ishin djelmosha. Po ishte kjo për reflektimi i atij islamit pastër, reflektimi i atyre ibadeteve të tija tek shokët e tij, bani që ky din, të reflektote në një pjesë të madhe të rruzave të kësaj. Allah na bëf nasib inshallah. Amin. Hoxhë nderuam, duke qenë se kemi ardhur në fundin e minutazhit që kishin në dispozicion, shkurtimisht unë doja për të gjithë ndjekësit, për të gjithë miqtan, mesazhin tuaj në këtë muaj të vegat, në këtë muaj të mirësisë. Duke filluar nga vetja jeme dhe nga gjithë njerëzit, në radhë parë i uroj gjithë besimtarët për muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bani pjesë ta shijojmë këtë begati dhe t'i mushim ato shportat tona me frytet e mira
të këtij mujit. Mesazhi jem për muajin e mallnueshëm të Ramazanit, qoftë për këtë Ramazan, qoftë inshallah Allahu na jep ymër edhe për Ramazanet e tjera, është që ne të reflektojmë me ibadetet tona. Ne të reflektojmë me agjerimin ton. Mos bëhet agjerimi thjesht një distancim ushqimor. Mos bëhet agjerimi thjesht që e kam bën jetë me hub disa kile për këtë muaj. Të bëhet agjerimi një piknisje e mirë. Nëse ne për momentin fol më shumë për agjerimin e syve, agjerimin e gojës, agjerimin e zemrës, me dashur mirë për tjerët, me ndëgju mirë për tjerët, me bua dua për tjerët, me largu syt nga gjunahet, me largu vesht nga gjunahet, me largu gojen tonë nga përgojimet, me majt sa më zanën e fjalët e Allahut xhaleshanahu. Gjithë këto gjana të reflektojnë edhe, siç e thotë edhe profesori, mas namazit ose mas bajramit. Nëse ne, çdo njeri prej nesh, asnjëri prej nesh nuk kena pa gabime. Ama sa më shumë që ne reflektojmë me të mirat e këtij muaji të Ramazanit dhe mundohemi që Ramazanin ta jetojmë edhe mas Ramazanit, do arrim tek ajo që thame një musliman me karakter të mirë dhe një musliman me një jetë të mirë të fetare. Ky është muslimani ideal, qose me karakterin e tij si person, si human, dhe me vlerat e tij fetare, është ideal, është ashtu siç e dan edhe feja jonë e madhe. Atëherë ne kena me pas një musliman të suksesshëm, një musliman ashtu siç duhet me kenë. Qose ne, qose unë, qose ju, qose tjetër, i përqafon këto, po thojmë ne, këto reflektime që dhame, do kena një shoqëni më të mirë. Duke pas një shoqëni më të mirë, do kena një jetë më të mirë dhe do kena një botë më të mirë. Inshallah. Hoxhë nderuam, Allah ju shpëlbeft. Ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për prezencën tuaj, falenderoj që u përgjigjet ftesës, Zoti ju nderoft inshallah si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Miqtë e mi, në studio ishim me teologun Besim Barbullushi, imam i xhamisë së Rusit, i cili solli në fokus dimensionet e ndryshme të agjerimit, si nga ana fizike, ashtu edhe nga ana shpirtore, por edhe me gjerë në atë rrafshin social dhe profesional. Duke mos dashur që të zgjatëm më tepër, unë ju lane amanet të Zotit dhe ju them assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.